por a ju duket se niveli I alarmit është ngritur në nivelin e pritshmërive për këtë rast, për dronët, duke krahasuar dhe me atë që ndodhi në Poloni, në Estoni, në Rumani, në Danimark, pra me dronët që dyshohet se pra u nisën nga Rusia, pra u lëshuan nga Rusia, ndërkohë që në Eni 4, Eni 5 I NATO-s, diskutime, mbledhje, thirrje etj. Nga gjitha këto vende, ndërkohë që në Kosovë kryeministri iku jashtë me presidenten, vendi ka ngelur në duart e Dimal Bashës, por nuk kemi parë një mbledhje të institucioneve të sigurisë, sikur kërkoi një pjesë analiste. Unë mendoj që organet e sigurisë e paralajmërojnë kryeministrin dhe presidenten që presidenti është vetë komandanti I forcave të armatosave të Republikës Kosovës dhe analistë ndryshëm mendoj që kanë shumë gabim, sepse nuk kemi një sulm, ende nuk kemi një sulm. Normal, sulme çdo ditë më shumë kemi nga Serbia. Kufiri është shtyr, sepse u shkel hapësira. Hapësira ajrore e Republikës Kosovës është nën mandatin e KFOR-it. Dhe këtë duhet ta kemi parasysh gjithë analist, qofshin politik apo njohësit çështjeve të sigurisë. Dhe për këtë rast, në momentet që KFOR-i ka në përgjithësi, atëherë policia e Kosovës nuk mund me marrë veprime radikale apo për eliminimin e tyre. Atëherë, KFOR-i ose është bashkëpunues, ose nuk don të shef ata dronë dhe fillon sigur në rastet e tilla kur terroristët, grupet terroriste serbe në verinë e Mitrovicës bojshin barrikada, vnojshin mina apo edhe gjyshin edhe policë dhe gjyshin edhe mina thesa dhe KFOR-i prap nuk merr ke veprime. Për atë arsye, ju ceka më e herët, për atë arsye, kryeministri në detyrë I Republikës Kosovës ka marrë gjitha masat financiare që siguria e Republikës Kosovës të ketë kapacitetet e nevojshme të plota dhe çdo sulm që do ta bëj Serbia me bandat kriminale terroriste do të hasë në rezistencë të plot nga organet e sigurisë e Republikës Kosovës, praktikisht të policisë dhe djemve të cilët janë specialës më të fortë në territorin e Ballkanit dhe kemi snajperist më të fortë realisht në territorin e Ballkanit, kështu që këto grupe terroriste nuk mund të ndalën për me synë me ardhë në Kosovë, por unë besoj se do të kthehen një ashtu sikur janë kthyr një të re, të cilët I kanë kthyr në arkivalit dhe I kanë vajtu nëllat e tyne, dhe të tjerët të cilët nuk kanë pas dokumentacionet që nuk I bo publike emrat e tyre, sepse nuk kanë pas dokumentacione. Por të kanë qarkulluar disa foto që një pjesë e tyre që o arratisën, mund t'jenë dhe personazhet njohura të serbëve në veri, ndoshta me pozita edhe më të larta në kandidat. Po, na kemi unë kom bërë gjithë kohës kom bërë thirrje që dalin fotografi, dalin xhirimet, se policia e Republikës Kosovës ka konfiskuar material të nevojshëm në villën e Radojqiqit, edhe në lokalin e tina në pjesën e Mitrovicës veriore, të cilën e ka pas, dhe ka material të bollshëm, prokurorisja ka dorëzu, por që organet e gjykatës dhe prokurorisë nuk marrën asnjë hap. Përderisa kem elemente, kem procese të hapura nga policia dhe për sulme terroriste dhe prokuroria apo gjykatës realisht gjyqtarët, gjykata supreme ja lejun lisës sërbëse me marrë pjesë në zgjedhje, për mu nuk di se çfarë të them, vetëm që I kërkoj falje policëve të cilët kryjnë detyrën e tyre me shumë përgjegjësi morale, personale dhe kombëtare. I kërkoj falje pasi që ata po e kryjnë detyrën, i sjellin provat, gjithçka
i dërgojnë në prokurori, në sistemin gjyqësor, dhe aty po ngelin të gjitha proceset, nuk po zhvillohen. Dhe kjo për mua është shumë e dëmshme, si qytetari i Republikës Kosovës, e sidomos si njësis çështjeve të sigurisë, pasi që organet e sigurisë po e kryjnë punën e vet, dhe aty po ngelet tek gjyqësore problemi kryesor që nuk po zhvillon procedurat me të tjeshme, nuk po ngrit akt akuza dhe po lejon njerëz të grupeve terroriste serbe që të marrin pjesë prapë në listës serbska me kandidu, sikur që është rastit e Miloš Perović, i cili garon për kryetar të Zubin Patokit, që fotografia tina vetëm dul para disa ditë publikisht që ajo është edhe një nga njerëz të afërt të Radojčićit dhe Aleksandr Vulinit, po ashtu edhe Aleksandr Vučićit, presidentit Serbisë, dhe ai garon në listën serbska, dhe kështu që ai ka marrë pjesë. Është 100%, ai ka marrë pjesë në sulmin terrorist të Bojskës. Dhe shumë tjerë, sikur që është edhe të Slavko Simići, i cili vetëm që ka qenë në Parlament të Republikës Kosovës, por që gjyqësori, pra policia i ka çu faktet, i ka dërgu prokurori krejt, dhe policia nuk pret vendim prej prokurorisë për arrestimin e tyre. Pra deputeti sulmoi në këtë rast. Po, Slavko Simić ai dihet që ka qenë një nga njerëzit dora e djathtë e Radojčićit. Dhe është edhe në bazë logjikës shnosht e njohësit të shefshit sigurisë, apo një njeri që mendon drejt dhe e ka logjikën, ai kuptohet që ka qenë pjesëmarrës në sulmin e Bajskës. Gjitha sulmet që ndodhen në pjesën veriore të Mitrovicës, ndëgjoni, ju lutem, askush nuk mundet me hynë në një territor kur s'ka kontakt me dikon. Në grupe terroriste të cilat serbo-ruse, të cilat vinë nga Serbia, hynë nëpërmes rrugëve ilegale. Kontaktin e parë që kanë me listën serbska, sepse lista serbska është organizatore e gjitha sulmeve në Republikën e Kosovës. Radojčić ka qenë nënkryetari i listës serbska. Slavko Simić është pjesë e listës serbska, nënkryetari më duket. Po ashtu edhe Miloš Perović, cili veç është tash 100% që ka qenë, është zbuluar që ka qenë në atë grup, është i listës serbska, plus garon për kryetar të Zubin Patokit. Dhe çfarë dëshmi tjera duhet që policia t'i çojë gjykatës dhe gjykata të merr hopa tjerë për ngritjen e akt akuza, dhe gjykata po ashtu Ministria e Punëve të Brendshme,